Vijojnë festimet në Korçë në kuadër të 20 vjetorit të festës së birës. Nata e dytë solli një tjetër atmosferë festive me muzikë shqiptare dhe greke, duke mbledhur qindra qytetar dhe vizitor në polin e eventeve pranë Drenovës. Protagonisti mbrëmjes ishte këngëtari i njohur grek Triandafilos, i cili elektrizoi publikun me performancën e tij dhe hitet e njohura. Në skenë u ngjitën gjithashtu artistët shqiptar Lorenca Srama dhe grupi Magic 4, duke vijuar festën deri në orët e vona të natës. Jam shumë i lumtur që jam sërish në Shqipëri dhe që jam i ftuar në festivalin e birës, në këtë 20 vjetor të tij. Këtu ndihet një magji e veçantë. Edhe pse qielli është i vrentur, shoh që ka shumë njerëz dhe besoj se do të kalojmë shumë mirë së bashku. Më pëlqente shumë edhe skena e mëparshme, por edhe ky ambient i ri është shumë i bukur. Do të shohim se si do të më pres publiku këtë vit. Gjithçka është organizuar shumë mirë. Dritat, fonia dhe skena janë në nivel shumë të mirë. Festa e birës në Korçë nuk e ka humbur kur atë rëndësinë dhe karakterin e vet. Edhe është gjithmonë kënaqësi dhe privilegj të jem këtu. Është një skenë gjithmonë e magjishme me artistë të mrekullueshëm. Si duket ky ambient i ri për ju si artist? Të them të drejtën, mua më pëlqen si ambient flas, po ta shoh nga ana ime si artiste dhe nga ana koncerteve, është më interesant, është më adapt, do thoja. Jo që nuk është bë bukur në ambientet e tjera që është zhvillu, por edhe kur kemi udhëtuar që kemi pa artista nëpër botë, zakonisht koncertet kanë ato vendet e tyre specifike, kështu që mendoj që është mjaft bukur. Jeni ndjerë kur kryesisht të rinë po themi ju kanë shoqëruar edhe në këndim, pra e njohin repertorin tu? Pa, ajo është kënaqësia më e madhe për një këngëtar, normalisht që është një nga ëndrat që kemi pas që në fëmijëri kur ishin hapat e parë, por më vjen mirë që deri tani publiku i ka përqafuar materialet e mia. Qytetarët shijuan birën, muzikën dhe atmosferën karakteristike të netëve të verës në Korçë. Si po ju duket festa në natën e dytë? Shumë mirë. Organizimi këtë vit duke qenë se është hapësirë më masive, si ju duket, a duhej? Shumë rehat. Ju duket festa në këto 20 vite nga fillimi i saj? Çfarë ju ka për përshtypje më tepër? Po, këto vitet e fundit më shumë ka pëlqyer, më thënë drejtë. Më ka pëlqyer më shumë. Edhe më parë jo keq, po tani më ka këto 3 vitet e fundit është më bukur. Po këngëtarët ka nga të preferuarit tuaj që do jenë në këto ne? Po, shumë mira. Shumë të mirë dhe këngëtarët. Këto 3 vitet e fundit po them janë perfekt. Ushqimi edhe pijet, birat? Ushqimi, birat tani sa kemi mundësi, po të shishme, çdo ushqim ka ato të vetën, po. Këngëtarët janë të saktë, të gjithë janë të famshëm, ti kemi dëgjuar, shumë të mirë. Ishtin dhe netët e tjera të festë? Po, 5 ditë sa është do t'i ndjekim. Festa e birës do të vijojë për 5 net, duke e kthyer Korçën edhe këtë vit në një prej destinacioneve kryesore të argëtimit veror për mijëra vizitorë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe jashtë vendit.